Është një nën serbe. Nën serbe. Quhet Ruža Drašić. Po? Ata djemt e UÇK-sët i mbrojtën shtëpitë të tyre, ndërsa Miloševići erdhi e me mori djemt me dhunë dhe mi dërgojnë në Kosovë. Por falë Zotit dhe ushtrisë çlirimtare, ata sot jetojnë të lirë në Bayern të Gjermanisë. Do të thënë, kjo është një dëshmi që është dhënë në Hag? Do shkojnë në Hag. Do shkojnë në Hag? Zonja, po. Ja ku si quhet? Ruža Drašić. Nga është? Kaq informacion kam, s'kam më shumë se kaq. Kjo është nën serbe. Dy djemë thot më shpëtoi UÇK-ja. Ja ku ke? Po, mund të ma... Po. Të iki në gjithë dhe një? Ja, kjo. Po. Do të thënë, pra do kemi dhe... Unë po e lexoj këtë. Po, lexoj të plot. Po, do ta lexoj të plot. Deklarata e nënës ushtarit serb drith gjykatën speciale. Ajo thotë që po të ishe ushtria qëllimtare e Kosovës që bën krime, mi kishin vrarë këta dy djemtë e mi. Po ushtria qëllimtare i zuri rob dhe i liroj. E unë sot po jetoj me ta në Gjermani. Ndoshta nesër do të renditen në krahun e ushtrisë qëllimtare kundër gjykatës speciale. Ata djemtë UÇK-s i mbrojtën shtëpitë e tyre, ndërsa Miloševići erdhi mi mori djemtë me dhunë dhe mi dërgoi në Kosovë. Por fal Zotit dhe ushtrisë qëllimtare, ata sot jetojnë të lirë në Bayern të Gjermanisë, shkruan Ruža Drašić. Po. Ruža Drašić. Po kjo nga shumë e fortë.